Kryetari i Kuvendit Ilir Meta distancohet nga aktet e dhunës ndaj qytetarëve, ku së fundi janë përfshirë uniformat blu. Duhet të merren masa që raste të tilla të mos sënojnë integritetin e policisë, tha ai. Ne distancohemi nga çdo akt dhune ndaj qytetarëve, aq më tepër kur ajo vjen nga njerëz që përdorojnë uniformat e rendit, por jam i bindur që Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme Policisë Shtetit do të marrin gjithë masat e duhura që individ të veçantë me sjellje të tyre të papërgjeshme të mos dëmtojnë integritetin e policisë tonë dhe besueshmërinë e saj në raport me qytetarët. Kreu i Kuvendit i bëri deklaratat nga Pusteci, një zonë me komunitet maqedon, e cila pas 21 qershorit shndrohet në bashki. Pas diskutimit me drejtuesit vendor atje, zoti Meta premtoi zgjidhje të problemeve që lidhen me arsimin. Parashtrohet disa probleme shqetësuese në drejtim të arsimimit të fëmijëve këtu, të mungesës teksteve në gjuhën maqedonase për arsye burokratike, çështje që do të zgjidhet shumë shpejt, apo dhe të kushteve të mësim dhënies këtu, për cilën besoj se do të ndërhyjet gjithashtu. Ndërsa zgjedhjet vendore nuk janë larg, kreu i Kuvendit rikonfirmoi daljen e së Majtës me kandidat të përbashkët, sipas tij duke zgjedhur më të mirët, me qëllim që t'i shërbejnë më së miri komuniteteve ku do të zgjidhen.